erësimin misterios të Francës për herë të dytë dhe për faktin që gjithmona më tepër po çakollojnë analiza teori konspirative që edhe ajo që ndodhi në Spanjë dhe ajo që ndodhi në Portugali disa kohë më parë, mund të jetë pjesë e një lufte hibride. Mund të jemi brenda një lufte hibride, e cila mund të shtrihet edhe në të gjithë vendet tjera anëtare të NATO-s, përfshirë dhe Shqipërinë, dhe nuk e dimë që jemi brenda një lufte. Kjo është misteri. Gjithmonë më tepër po analizohet ky rrezik ose ky lloj gjendje ankthi në gjithë Europën. Mirjam, po... Që ankth nga lufta hibride që mund na përfshi? Si ndjen lufta apo ndjen paqe? Mua më emocionon shumë Karamuço, i cili, do më thënë, janë tre këtë. Karamuço, kriminologjia dhe Korça. Për këtë, është një këtë tjetër që në frëngjisht është zemra, do më thënë. Në lojrat olimpike të Parisit, pasi parakalimit të satanistëve, u bë një blackout në 29 korrik të 2024-s. Çuditërisht, por në mënyrë hyjnore, le sacre-corps de Jésus, pra zemra e shenjtë e Jezusit, kisha, ishte vetmja që ngeli e ndriçuar. Karamuço më ndihmo. Ndërkohë që gjithë Parisi ishte në blackout. Dhe kjo pse ndodhi? Ndodhi sepse forcat e errësirës dhe satanistët, sado konspiracionistët e tjera, sado që të mundohen, drita e shenjtë do të mbretërojë në këtë planet. Në këtë planet të krijuar nga i plot fuqishmi, krijuesi ynë. Dhe sado që gjithë të tjerët, këta Volodimirët, Volodja, që i thonë shkurtimisht, kak dhe Bjazavud, je Bjazavud Laerti, e kupton? Do mundohen forcat e errësirës të mbjellin e errësirë, do thoja unë? Të na mbytin në errësirë, do thoja unë, por drita e shenjtë do mbretëroj. Pra ndjen mirë, ndjen pozitivisht. Jo, mjafton një lutje të krijuesi edhe ne jemi të shpëtuar.